E para, buxhetin, kjo qeveri nuk ka drejt me procedu në kuvend Kosovës. Sepse kjo është qeveri në detyrë dhe jo qeveri në ndërheqje. Unë mora këtu për me shpjegu ligjin për... Edhe unë mendoj që Ministri i Financave din këtë gjë, jaf mirë, po ka vendos ashtu me... Domethënë, jemi në një moment kur kushtetuta edhe ligji më nuk llogaritën fare në veprimet e qeverisë Kosovës. Ideja është kjo, qeveria jo nuk është qeveri në ndërheqje, siç po thot Ministri i Financave. Qeveria jonë është qeveri në detyrë, është qeveri që ka mbaruar mandatin. Qeveria në detyrë nuk ka drejt të procedoj ligje kuvend Kosovës, as dokumente tjera, as të ketë asnjë kontakt me kuvendin aktual të Kosovës. Por me dërgu këtë ligj, këtë buxhet duhet përmes një ligji, kështu që kjo qeveri nuk ka drejt me bë këtë. Edhe unë nuk e kuptoj pse insistojnë këtë, ka mundësi që këta e bojnë këtë, e dorëzojnë, premtojnë ai senat buxhet, me jo është njerëzit për vota, edhe thonë që opozita se votoj, po unë po të them sot që s'ka asnjë kuptim. Edhe aspekti i dytë, përveç aspektit ligjor që s'ka drejt me dërgu, është aspekti edhe i legitimitetit. Një qeveri që u zgjedh nga parlamenti i kaluar, është rregull elementare dhe çdo jurist, nuk mund të pas asnjë raport me parlamentin e sotëm, nga i cili nuk është zgjedh. Asnjëherë s'u piktakohen. Por ajo që e dini ju, ne kemi sot një kryeministër edhe ministra që mojnë funksionet në mënyrë komplet jo kushtetuese. Ligji për qeverinë dhe kushtetuta kanë thonë që s'mundesh me najt edhe kryeministër edhe deputet edhe ministër edhe deputet. Nga sa i takon pjesës të kjo pjesa ligjore, sa i takon deklaratës kurd, mendoj që është shantazh ndaj partive politike opozitare, edhe ndaj popullit të Kosovës. Shiko, kryeministri Kurti tha do të ketë dy parë zgjedhje, do të kemi tash zgjedhje edhe në pranverë, edhe keshke me cinizëm. 2-4-1. Teksti Mbas është për të ardhur keq që do të mund të kemi përveç balotazhit edhe 2 herë zgjedhje, edhe zgjedhje në dimër edhe zgjedhje në pranverë, sepse kur nuk arritëm t'i bëjmë 61 deputet për një qeveri të re, atëherë është vështirë imagjinueshme që do të mund t'i bëjmë kollaj 80 deputet në pranverën e vitit tashëm, dhe i kemi vetëm 4 muaj drejt zgjedhja e presidentit apo presidentes, pra afatet kohore po ikin me shpejtësi, dhe është për të ardhur keq se përveç balotazhit do të mund të kemi edhe 2 herë zgjedhje, kemi mundur së paku këto zgjedhje të dhjetorit t'i evitojmë e t'i kemi eventualisht vetëm ato në pranverë. Por ajo që nisa me thonë, normal, unë mendoj që deklarimi se do të kemi një parë zgjedhje tash të një parë në pranverë është një tentim për t'i bërë shantazh jo vetëm partive politike, po dhe qytetarëve të Kosovës. Nuk është hajgare me thonë shkojmë zgjedhje 3 herë mbrana një vit e 3 muaj, edhe 2 herë tjera. Ajo që ka po bën Kurti është, Kurti po thotë unë e kam pushtetin, zgjedhje shkojmë sa herë dojmë, kur të kthehemi prapë bllokoj, unë jam pushtet. E kjo është uzurpim i postër i pushtetit. I postër i pushtetit. Na mund me diskutu dhe nene për kohë se po s'dojmë ngarku. Tani, ajo çka është, po Bëni 61 ti, edhe merja pushtetin. Jo, ajo çka është shkote presidencia, thuj më fal, i kom 61 edhe në rregull jam përparim. Ajo çka më kërkon po. E ky e ka pushtu, jo më ki ti mundsin. Shko deri te presidenti, thuj çeku i kom në 61, edhe kur kush kushton këtë. Unë tash po dom qendrim, po e thash një herë çka do të thotë kjo. Kjo do të thotë që në fjalorin e Kurtit, kështu që e ndëgju, dhe çdo herë që po ndëgjoni kohët fundit, vetëm qytetarët e Kosovës nuk janë askund atë. Vetëm ato qytetarët e Kosovës përmendën zgjedhjet, përmendet pushteti, jo kena me bëu, qeverinë s'kena me bëu, veç qytetarët e Kosovës nuk përmenden kurrë. Interesa e qytetarëve kurrë. Këtu nuk pat deklarat asnjë interes qytetarëve të Kosovës. Tani për sa i përket veprimeve tona, unë mendoj që vendi duhet, ajo që është qendrimi edhe i PDK-s, Kosova duhet me shkuën zgjedhje të reja parlamentare. Këto në muaj bllokat qytetarët e Kosovës duhet ta ndajnë kush ka qenë fajtori. Për neve fajtori është i qartë, edhe besoj edhe për qytetarët e Kosovës. Rënia e Kurtit në parlament është rënia e parë e një kryeministri. Në historinë e Kosovës pavarur nuk ka ndodhur kurrë që një kryeministër mos më marr votat në kuvend Kosovës.